Kur urrejtja fetare kalon çdo limit ndaj bashkëkombasve, atëherë do e mos rreshtohesh në anën e armikut. Historia e tregon qartë këtë. Në vitet 1914-1915, Haxhi Qamili sulmonte qytetet të Shqipërisë së Mesme, sepse ishte kundër pavarësisë dhe kërkonte rikthimin e administrimit osman. Kjo nuk ishte luftë për Shqipërinë, por kundër saj. E njëjta logjik u pa edhe gjatë rrethimit të Shkodrës në vitin 1912 nga ushtria malazeze, kur disa shqiptarë të krishterë u bashkuan me këtë ushtri, duke besuar se muslimanët shqiptarë dhe islami duhej luftuar. Ata ishin Sokol Baci i Vezaj, Xef Pietri Berishaj, Mark Lekoçaj, Deda Lucaj, Sokol Ujkaj, Gjelosh Ujkaj, Mark Teli. Këta i ndihmuan malazezëve të pushtojnë Shkodrën, dhe Shkodra ra në vitin 1913. Kur feja përdoret për urrejtje, kombit i hapet rruga e shkatrimit. Armiku nuk pyet çfarë feje je, vetëm nëse je i ndarë.